Situata e mbeturinave në qytetin e Shkodrës nuk pa arrin të gjejë një zgjidhje përfundimtare. Banorët e lagjës tek ish divizioni jetojnë mes grumbullit të plerave që ndër vite vazhdojnë të hidhen tek zona e njohur me emrin Pishina Ushtarake. Familjarët shprehen se kjo lagje është lënë totalisht pasdore duke mos pasur asnjëherë vëmendjen e pushtetit lokal. Tu është mbeturina kanceroze tona jon. Ton smunje tona shot vjen te tona ta familjarët e si dikush vjen për me makina e kanë qiti tu. Gjithë çfarë lloj materiale është, gjithë çfarë lloj materiale. As në Afganistanisht nuk e di se si mes qytetit me lëni kështu. I kanë bërë thirrje prefektit, besoj se prefekti do të na ndihmojë për këtë çështje. Si është 97 as kur kush i më mbrapa hiqën botë, ranoja këtë. Kanë të vështirë të shtirë na për vetë është zotën i bashkojmë në plasmasë i shojmë të veni ku kanë caktuar, por nuk e shaj thua. Thot barati bara unë këna këtë vend. Së rrihet, nuk rrihet, me të vërtet nuk rrihet, por me dol grot, me i marr malli, me sjellën shoqën, mos shit meturina këtu. Meturinat për shifni vetë se si janë. Ka himra nuk këna. As ka dolim, për meturinave. I kena thonë kryetorit bashkisë e kryetorit e të tanëve, këta s'po bojnë as i sanë. Si mund bojmë, ka mund shkojmë na. A ka mundësi me ne pastru meturinat, ose me ne ka zonat e plehnave atje, edhe me ne pastru. Ti shifni vetë, është vetë se si janë, a mund jetojnë kush një familje këtu? Janë rreth 30 familje që jetojnë në këtë situatë prej 15 vitesh. Vendin e rregullit dhe e pastërtisë e kanë zënë jo vetëm inertet apo plehrat, por edhe kafshët e ngordhura, të cilat i shikon kudo, madje edhe nga afër pallateve sociale të ndërtuara së fundmi në këtë zonë. Banorët tregojnë se gjatë verës detyrohen të flenë me dritare të mbyllura, pasi aroma e keqe është e pranishme në çdo orë të ditës dhe epidemitë e mundshme kanë vënë në alarm shtëpijet përreth. Një tjetër shkak i kësaj gjendje pak normale është mungesa e koshave të mbeturinave. Nga ana e Bashkisë Shkodër, dhjetra familje detyrohen të bëjnë qindra metra rrugë për shkarkimin e tyre.